Islami, historia, besimet dhe keqkuptime. Islami është një nga fetë më të mëdha në botë me mbi 1 miliard besimtarë në të gjithë kontinent. Ai u përhap dhe u shfaq në të madhën shekullin 7 në qytetin e Mekës nga dishullin arabik. Shpallja, pra, siç i erdhi dhe pejgamberëve të mëhershëm, i erdhi si vulltet të gjithë pejgamberëve pejgamberit Muhammed a.s. i cili mori shpalljen përmes me lajkes Xhibril. Këto shpallje pra u tubuan në librin famlar Kur'anin Adhimushan. Në fillimet e tij Islami përhap në një shoqëri të ndarë nga fice, ku kishte konflikte sociale dhe pabarazi. Mesazhi i Islamit theksonte besimin në një Zot të vetëm, Allahu, drejtësi sociale, kujdes për të varfërit dhe jetim, barazi mes njerëzve. Brenda pak dekadash, Islami u përhap shumë shpejt në lindjen e mesme, Afrikën Veriore dhe më vonë në pjesë të Azisë dhe Evropës. Kjo përhapje ndodhi përmes tregtisë, kulturës dhe shkëmbimeve shkencore. Gjatë periudhave të ndryshme historike, qytetërimi islam kontriboi në matematikë, mjekësi, astronomi dhe filozofi. Qytete si Bagdadi, Kairo dhe Kordoba bën qendra të dijes. Në thelb të Islamit qëndron besimi në një Zot të vetëm. Themeli i besimit është të mos adhurohet zot tjetër veç Allah. Islami ka 5 shtyllat: shahadetin, deklarimi i besimit në një Zot që Allahu është një dhe i vetëm dhe Muhamedi është i dërguari i tij. Namazi, që është 5 herë në ditë, falja, drejtimi pra dhe madhërimi nga Krijuesi. Zekati, 2.5% e pasurisë, ndihmë ndaj varfërve të smurve dhe për ndihmë të shkollimit, edukimit, shkencës. Xhirimi i Ramazanit, një muaj agjërim dhe vetë kontroll. Haxhi, ligrinazhi në Mekë, të paktën një herë në jetë ata që kanë mundësi. Veç Kur'anit janë edhe thënjet e të dërguarit, hadithet, veprimet e të dërguarit Muhammed a.s. po ashtu. Islami nuk është vetëm një sistem besimi, por edhe një mënyrë jetese. Përfshin etikën, marrëdhëniet familjare, drejtësinë dhe sjelljen shoqërore. Në botën islame ekziston një larmi e madhe kulturore. Ata janë pra që përhapin edhe edukimin përmes besimit. Normalisht se në Islam ka dhe keqkuptime nga njerëzit që nuk e njohin, lexojnë dhe nuk e studiojnë këtë besim. Islami në realitet pra është besim që promovon paqen, dashurinë, drejtësinë, mëshirën. Besimtarët janë njësoj, andaj ata promovojnë barazi. Islami i përshtatet kohës, respekton kohën, zburimet, respekton shkencën dhe promovon njerëzit të cilët janë të ditur dhe thirrra të respektohen me të diturit. Më së shumti frikën Zotit ja kanë njerëzit pra të ditur. Andaj dhe fjala e parë në Kur'an është lexo, ikra, studio. Ky dokumentar synon të jap një pamje të përgjithshme dhe të balancuar për Islamin dhe historinë e tij, besimet dhe vendin që ka në botën moderne. Islami është promovues i paqes, dashurisë dhe harmonisë, kulturës dhe mirëqenies. Andaj çdo e mirë që vjen pra në promovimin e mirësisë, kulturës, edukimit.